tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Lugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zë i Krishtër në shtëpinë tënde. Liturgjia e orëve. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është mërkur dhe jemi në javën e 8 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Autori i qiellit shkëlqim plot, që ndriçon hanën netve, dielli në udhtim të ditëve, krijoven shtigje të sigurta. Tani nata e zezë dëbohet, rilind shkëlqimi i botës, fuqia e re e mendjes ngrihet në vepra tërheqëse. Me këndu e lavdet tua, dita i nxit tregimet, më këndshme pamja e qiellit, i kthjellon zemrat tona. Të shmangim çdo lloj gënjeshtre, të ulet prapësia e shpirtit, ngjarjet mos ta njollosin jetën, gjuha me fajin mos të plekset. Por sa dielli sjell ditën, besimi i thellë të zijej, shpresa të nxis premtime, Krishti ti mbështetet dashuria. Bëjo atër i drejti, dhe u bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. E gatshme është zemra ime për ty hyji im. Psalmi 108 rreshta 2 deri 14. Lavdi Zotit dhe thirrje në ndihmë. Pasi që biri hyji tu ngrit përmbi qiej, lavdia e tij shpallet në mbar botën, thot Arnobi. E gatshme është zemra ime o hy, e gatshme është zemra ime. Do të këndoj e do të luaj në harp. Ja, lavdia ime, zgjohu harpe cetër, agimin dua ta zgjoj. Do të lavdëroj ty o Zot midis popujve. Për ty do të luaj me harp midis kombeve, sepse madhërueshme është deri në qiell mëshira jote, deri në re e vërteta jote. Lartësohu o hyj lart përmbi qiell, përmbi mbardheun le të shndrit lavdia jote. Që të çlirohen të dashurit e tu, le të më shpëtojë djathta jote e më dëgjo. Hyj u përbetua në shenjtërorën e vet, do të kënaqem, dua ta ndaj sikimen, masën do t'ja vë luginës Sukot. Imi është Galaadi, imi është Manaseu, Efraimi është përkrenarja ime, Juda skeptri im. Moabi legeni ku lahem, mbi Idume do ta hedh këpucën time, mbi Filistej do të këndoj fitoren. Kush do të më pri deri në qytet fortes, kush do të më pri deri në Idume, val ajo ti o hyj që na braktise, pse as do të dalesh o hyj me urti tona? Na ndihmo dhe kundër armiqve, sepse i kohë të shpëtimi që vjen për njerëzve. Mendimin e hyjit do të bëjmë trimëri të madhe, ai do t'i shkelë armiqtan. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E gatshme është zemra ime për ty hyji im. Antifona 2. Si me mbulesë më mbështolle me shërbim e me drejtësi.
Kënga e Isais profet, kapitulli 61. Gëzimi i profetit për Jeruzalemin e ri. Me gëzim të madh gëzohem në Zotin, shpirti im ngaldon në hyjin tim. Sepse më veshi me petkat e gëzimit, Ai më mbuloi me leshnik të drejtësisë, por si dhëndër të stolisur me kezë, por si nuse me argjendari e stolisur, por si toka që bën të mbi gjelbrimi. por si kopshti që bën të mbi fara ati, Kështu Zoti hyj do të bëj të mbi drejtësia. edhe lavdi në sy të gjithë popujve. Për shkak të Sionit, unë nuk do të hesht, Për shkak të Jerusalemit s'do të jap vetes pushim, deri që drejtësia e tij të dalë, por si drita. e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde. Të gjithë mbretërit lavdin tënde, Do të quhesh me një emër të ri. që do ta caktoj goja e Zotit. Do të jesh kuror nderi në dorën e Zotit. Kezë mbretërije në shuplak të hyjit tënd. Nuk do të quhesh më e lëna, Toka jote më s'do të quhet e shkretuar, por do të quhesh kënaqësia ime, e toka jote e martuara, sepse ti i pëlqeve Zotit. e toka jote do të jetë e martuar. E një mend sikurse i riu që martohet me të fejuarën, Kështu me ty do të martohet ndërtuesi yt. sikurse dhëndri që i gëzohet nusës. Kështu do të gëzohet ty hyji yt. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Si me mbulesë më mbështolle me shërbim e me drejtësi. Antifona 3. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time. Psalmi 146, rreshtat 1 deri 10. Lumaj që shpreson në Zotin. Lavdëroje shpirti im Zotin. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time. Derisa të jem, hyji tim do t'i këndoj. Mos e vini shpresën tuaj në princa, në njeri që s'është i Zotit të shpëtoj. Njeriu jep shpirt e kthehet në dheun e vet. Brenda një dite humbasin synimet e tij. I lumi ai që ka ndihmën e hyjit të Jakobit, që ka shpresën në Zotin, hyjin e vet, i cili krijoi qiellin e tokën, detin e gjithçka është në ta. Që mban besnikrin për amshim, që u jep të drejtën të nëpërkëmbërve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti i çliron robrit, Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti i ndreq të korrusurit, Zoti i do të drejtët. Zoti i mbron ardhacakët, u ndihmon bonjagëve e të vejave, ndërsa mëkatarve u apështjellon udhët. Zoti do të mbretroj për jetë, hyji yt o Sion, nga breznia në brezni, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time. Leximi i shkurtër marrë nga libri Ligji për Trir, kapitulli 4, rreshtat 39 deri 40a. Dije sot dhe thadroje thellë në zemrën tënde se Zoti është hyj lart në qiell e poshtë mbi tokë, e tjetër nuk ka. Mbaji urdhërimet e tija dhe ligjet e tija që unë po t'i jap sot. Përgjigje e shkurtër. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë, Në gojën time gjithmonë lavdi i tij. në çdo kohë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Në shenjtëri e drejtësi për çdo ditë të jetës sonë ti shërbejmë Zotit. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë. me gojë të profetëve të tij të shenjtë,
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. në shetëri e drejtësi, për çdo ditë të jetës son, ti shërbejmë Zotit. Lutjet e besimtarve. Krishti, shkëlqimi i lavdisë së Atit, na ka shndritur me fjalët e veta, e ti brohorasim. Dëgjona ne, mbreti i lavdisë amshuar. Bekuar qofshë Zot, se prej terit na thire në dritën tënde të mrekullueshme. Plotësoje veprën në shëlbimi që ke nisur në ne. Dëgjona ne, mbreti i lavdisë amshuar. Të verbërve u hape sytë dhe të shurdhërve u aqele veshët. Na shëron nga mosbesimi. Dëgjona ne, mbreti i lavdisë amshuar. O Krisht, bëj që për herë të shndrohemi në dashurinë tënde. Mos lejo që të ndahemi prej njëri tjetrit. Dëgjona ne, mbreti i lavdisë amshuar. Na jep forcë që t'i përballojmë sulmet e errësirës dhe të jemi të qëndrueshëm në vështirësi dhe bëj të jemi mirënjohës për të mirat që na jep. Dëgjona ne, mbreti i lavdisë amshuar. Aty që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti i përmblodhe të gjitha urdhërimet e ligjit tënd të shenjtë në urdhërimin e dashurisë ndaj teje dhe ndaj të afërmit. Bëj që duke ecur udhës së urdhërimeve të tua, t'i arrijmë jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.